4 antarët e familjes Kola që humbën jetën tragjikisht në Itali ku u helmuan nga monoksidi i karbonit, u rikthyen për t'u prehur përgjithmonë në fshatin Grykshi i Madh i Peshinit, aty ku lan kujtime familjar e miq përpara se të emigronin drejt Italisë për një jetë më të mirë. Mbërritja e 4 arkmorteve nga një familje ishte një moment i vështirë jo vetëm për familjarët, i gjithë fshati ishte në zi për tragjedinë më të madhe që kanë përjetuar. Arti Kola, 48 vjeç, bashkëshortja e tij Jonita, 43 vjeç, si dhe 2 fëmijët e tyre, Hajdar Kola dhe Jessica Kola, 22 dhe 15 vjeç, qëndruan për herë të fundit në banesën që nuk do ta hapin më kurrë, para se mes dhimbjes së lodhëve t'u jepi lamtumira e fundit. Ngjarja tronditi jo vetëm komunitetin shqiptar në Itali, por gjithë opinionin në Shqipëri për shkak të përmasave të tragjedisë. Të shumtë ishin shqiptarët që kontribuan financiarisht që 4 antarët e familjes Kola të prehen në tokën e tyre. Sipas autoriteteve italiane, dyshohet se shkaku i tragjedisë ishte rrjedhja e monoksidit të karbonit nga një kaldajë e re e sapo instaluar nga pronari shqiptar i banesës. Vëllai i kryefamiljarit po ashtu mbeti i intoksikuar në gjendje të rëndë, pas ndërhyrjes në banesë pasi të afërmit nuk po i përgjigjeshin.